Nga varkat që niseshin drejt Shqipërisë në fillim të viteve 80, sipas dëshmisë së një bashkëpunëtori të drejtësisë, te Girolamo Luca Bellomo në Tiranë në vitin 2014. Dosjet italiane sjellin Shqipërinë në dy momente të ndryshme të historisë së njerëzve të lidhur me botën e Matteo Messina Denaros. Një pyetje mbetet pa përgjigje. Cili biznesmen shqiptar u takua në Tiranë me Bellomon, bashkëpunëtorin e mbesës së bosit sicilian? Shqipëria del në historinë e njerëzve të Matteo Messina Denaros shumë më herët nga sa mund të mendohej. Gjurmët e para të çojnë në fillim të viteve 80, kur Giacomo Tumburello dhe vëllai i tij, sipas dëshmisë së bashkëpunëtorit të drejtësisë Vincenzo Spezia, lëviznin me varka drejt brigjeve shqiptare për të marrë hashash dhe marijuan. Më shumë se 30 vite më vonë, një tjetër emër i lidhur drejt për drejt me familjen Messina Denaro shfaqet në Tiranë, Girolamo Luca Bellomo, bashkëshorti i Lorenza Gutadauro, mbesës së Matteo Messina Denaros. Në të dyja rastet flitet për drogë. Në të dyja rastet pika e nisjes në Itali është e njëjta zonë e Sicilisë perëndimore, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Mazara del Vallo dhe Marsala, dhe në të dyja rastet rruga të çon në Shqipëri. Emri i Giacomo Tumburellos u rikthye në qendër të hetimeve italiane në maj 2026, kur Guardia di Finanza nën koordinimin e prokurorisë së Palermos goditi një sistem kompanish, pronash dhe asetesh financiare të shpërndara në disa shtete. Hetuesit po rindërtojnë origjinën e një pasurie të ngritur gjatë dekadave dhe marrëdhëniet e Tumburellos me trafikun ndërkombëtar të narkotikëve. Në këtë hetim ka marrë një rëndësi të veçantë dëshmia e Vincenzo Spezias, ish eksponent i familjes mafioze të Campobello di Mazara dhe tashmë bashkëpunëtori i drejtësisë. Spezia vendos fillimin e aktivitetit të Tumburellos në trafikun e drogës në vitet 80 dhe përshkruan një rrugë që kalonte drejt për drejt nga Shqipëria. Sipas tij, Giacomo Tumburello dhe vëllai i tij shkonin me varka në Shqipëri për të marrë hashash dhe marijuanë. Ngarkesat transportoheshin më pas drejt Sicilisë dhe shpërndaheshin në Mazara del Vallo, Marsala dhe zonat përreth. Më vonë, pas problemeve me drejtësinë, Tumburello u zhvendos në Spanjë, ku trafiku i drogës do të merrte për masa të tjera dhe ku do të ndërtojë një pjesë e rëndësishme e interesave të tij ekonomike. Dëshmia e Spezias e lidh Tumburellon edhe me vet Matteo Messina Denaron. Sipas bashkëpunëtorit të drejtësisë, bosi i Castelvetranos merrte një pjesë të fitimeve të trafikut të drogës së Tumburellos, të llogaritur në rreth 10%. Kjo është një nga pistat që sot po ndjek prokuroria e Palermos për të kuptuar se si financoheshin interesat e Cosa Nostras së Trapanit dhe sa larg shtrihej sistemi ekonomik që ushqente pushtetin e Messina Denaros. Brenda këtij rindërtimi, Shqipëria nuk është vetëm një emër në hartë, ajo del si vend furnizimi në fazën e hershme të aktivitetit të Tumburellos, ndërsa transporti bëhej përmes detit. 3 dekada më vonë, Shqipëria del përsëri në një dosje të antimafias italiane. Në maj të vitit 2014, Girolamo Luca Bellomo ndodhej në Tiranë së bashku me Giuseppe Nicolajin. Bellomo ishte bashkëshorti Lorenza Gutadoros, vajzës së Filippo Gutadoros, dhe Rosalia Messina Denaros, motrës së Matteo Messina Denaros. Pra një njeri brenda rrethit familjar të bosit që në atë kohë vazhdonte të ishte në arrati. Bellomo ishte një nga emrat kryesor të operacionit Eden 2, hetimi që në nëntor 2014 çoi në arrestimin e 16 personave dhe goditi një pjesë të strukturës që sipas antimafias italiane menaxhonte interesa kriminale dhe ekonomike në zonën e Castelvetranos dhe Campobello di Mazara. Në materialet e hetimit del qartë edhe Tirana. Më 17 maj 2014, Bellomo komunikonte nga kryeqyteti shqiptar me Getaon Caroan, ndërsa karabinerët italian po ndiqnin lëvizjen e një ngarkese marijuane drejt veriut të Italisë. Nga përgjimet dhe survijimet, Ross rindërtoi kontaktet e grupit dhe një pjesë të trafikut. Sipas materialeve të Eden 2 të raportuara në mediat italiane, Bellomo kishte ardhur në Shqipëri për një furnizim të madh me marijuan. Hetuesit ndiqnin ndërkohë edhe lëvizjet e tij në vende të tjera, Spanjë, Holandë dhe Kolumbi. Profili që del nga dosja është ai një personi që lëvizte në një rrjet ndërkombëtar kontaktesh dhe operacionesh të lidhura me narkotikët. Procesi Eden 2 vazhdoi deri në gjykatën e kasacionit. Bellomo ishte mes personave të dënuar në shkallën e parë, kishte marrë 10 vite e 10 muaj burg. Por për Shqipërinë, pjesa më interesante e historisë nis pikërisht aty ku raportimet italiane ndalen. Bellomo nuk mbërriti në Tiranë si turist. Dosja Eden 2 e vendos praninë e tij në Shqipëri brenda një hetimi për trafik ndërkombëtar droge dhe materialet e hetuesve e lidhnin udhëtimin me furnizimin me marijuanë. Për një operacion të tillë nevojiteshin kontakte në terren, njerëz që njihnin tregun, logjistikën, transportin dhe mënyrën se si mallrat mund të lëviznin jashtë vendit. Në dosjen e antimafias italiane flitet për një takim me një personazh të identifikuar si biznesmen i afërt me qeverinë, por pa dhënë shumë detaje. Këtu lind pyetja që duhet të marrë përgjigje nga ana shqiptare e historisë.
Cili biznesmen shqiptar u takua me Belomon në Tiranë? Kush ishin kontaktet që ai kishte krijuar në Shqipëri? Në çfarë sektorësh vepronin? A ishin vetëm njerëz të botës kriminale apo pranë tyre kishte edhe sipërmarrës me biznese të ligjshme, kompani transporti, import-eksporti apo interesa në aktivitete detare? Raportimet italiane japin emrat e Belomos dhe Nikolakit, datën dhe vendodhjen në Tiranë, si edhe kontekstin e trafikut të drogës. Një nga drejtimet që merr rëndësi nga historia e Tamburellos është peshkimi dhe ekonomia e detit. Vincenzo Spezia flet për varka që niseshin drejt Shqipërisë për të marrë drogën. Në anën italiane ndodhemi në Mazara del Vallo dhe Marsala, dy qytete ku peshkimi, flota detare, magazinat frigoriferike dhe tregtia produktive të detit kanë peshë të madhe ekonomike. Në të njëjtin territor Cosa Nostra ka pasur historikisht interesa dhe në bizneset e lidhura me peshkun. Një nga shembujt që del në dokumentacionin gjyqësor italian është shoqëria Stelle d'Oriente, aktive në tregtinë e produkteve të peshkut dhe e lidhur në aktet e proceseve antimafia me personazhe të familjes mafioze Mazara del Vallo. Në strukturën e saj shfaqeshin njerëz pranë Mariano Agates, një prej bosëve historik të zonës dhe aleati Corleonesi. Ky sfond ekonomik i jep një kuptim të ri pyetjes mbi varkat e Tamburellos. Çfarë mjetësh përdorte ai për të ardhur në Shqipëri? Kujt i përkisnin? Nga cili port i Sicilisë niseshin dhe në cilin port shqiptar mbërrinin? Kush kujdesej për furnizimin, magazinimin dhe kthimin e ngarkesës? Pyetja shtrihet natyrshëm edhe te viti 2014. Nëse Belamo ishte në Tiranë për një furnizim me marijuanë, a kishte kontakte me njerëz që kontrollonin mjetet lundruese, kompani import-eksporti, tregti ushqimore apo biznese të peshkimit? A kishte në atë periudhë urtakëri shqiptaro-italiane në sektorin e produkteve të detit me lidhje në Marsala, Mazara del Vallo apo provincën e Trapanit? Kjo është një pistë që mund të ndiqet përmes dokumenteve tregtare, historiku të kompanive, urtakëve italianë në Shqipëri, licencave të peshkimit dhe mjeteve lundruese që kanë operuar mes dy brigjeve. Në fillim të viteve 80, sipas Vincenzo Spezias, Giacomo Tamburello dhe vëllai i tij udhëtonin me varka drejt Shqipërisë, merrin hashash dhe marijuanë dhe e transportonin drejt territorit të Mazara del Vallo dhe Marsala. Në maj 2014, Girolamo Luca Bellomo ndodhej në Tiranë së bashku me Giuseppe Nicolakin, ndërsa antimafia italiane ndiqte një rrjet të trafikut të marijuanës. Bellomo ishte bashkëshorti mbesës së Matteo Messina Denaros dhe një nga personat që më pas do të dënoheshin në procesin Eden 2. 30 vite larg njëri tjetrit, dy emra të botës kriminale të Sicilisë perëndimore mbërrin në të njëjtin vend, nga Campobello di Mazara dhe Castelvetrano, te Marsala dhe Mazara del Vallo. Territori është ai ku familja mafioze e Messina Denaros ndërtoi për dekada pushtetin e saj. Në krahun tjetër të detit është Shqipëria. Tani hetimi duhet të ndjekë njerëzit që qëndronin në anën shqiptare të kësaj rruge. Emrat e italianëve janë aty, datat po ashtu, edhe Tirana del në përgjime. Pyetja është, cili biznesmen shqiptar u takua me Girolamo Luca Bellomo në Tiranë dhe çfarë interesash e lidhnin? Përgjigjja mund të jetë pika nga ku historia shqiptare e kësaj dosjeje sapo fillon.